Transmeton Handaleja, Zoti qoftë i kënaqur me të, se një ditë duke ecur takon Ebu Bekrin në rrugët e Medinës, takon Ebu Bekrin dhe i thotë Ebu Bekri, kejfe ente ja Handala, si je o Handala? I thotë, vallahi, i thotë Handaleja, thotë është bo hipokrit. Çuditet Ebu Bekri, si thotë je bërë hipokrit? Thotë subhanallah, thotë. Çfarë po thua Handala? Thot, pasha Allah, thot, a e ke vënë re, thot, që neve kur jemi përpara profetit alayhi salatu wassalam, na tregon për xhenetin, na tregon për xhenemin, na tregon për madhështinë e Allahut, për argumentet dhe faktet dhe ditët e Allahut xheleshanu, na tregon ne për gjërat që do të ndodhin e që do të vinë, ne sikur i shohim me sy. E aty thot e kemi zemrën plot me besime dhe me iman, na mbushet shpirti plot. E kur largohemi nga profeti alayhi salatu wassalam, fëmijët, pasuria, punët, angazhimet e dynjas, i harrojmë ato, thot, sa edhe nuk jemi neve kur jemi jashtë aty, pra jashtë në një moment tjetër, ndryshe jemi përpara profetit alayhi salatu wassalam dhe ndryshe kur largohemi prej tij. Thot, vallahi, thot Ebu Bekri, thot, edhe unë, thot, e ndjej këtë gjë, thot, edhe unë, thot, e kam këtë gjë që po thuti, që ka bo edhe Ebu Bekri, thot, munafik. Hajde, thot, të dy bashkë shkojmë tek profeti alayhi salatu wassalam. E shkojnë të dy tek i dërguari i Allahut, ishin shumë të shqetësuar, sepse zemra e tyre ishte plot kur janë para profetit alayhi salatu wassalam dhe nga një herë hutohen dhe nuk e kanë përmendjen e Allahut xheleshanu dhe nuk e kanë mendjen, nuk janë gradën e devotshmërisë kur largohen nga i dërguari i Allahut. A nuk na ndodh edhe neve, o vëllezër dhe motra, kur jemi duke fal namaz, kur jemi në xhami, kur jemi në shoqëri të mirë, kur dëgjojmë ligjërat ose kur dëgjojmë një mësim, ose kur dëgjojmë nga një këshill nga dikush, kur jemi me një njerëz të devotshëm, zemra na mbushet plot, e sa largohemi pastaj fillojnë punët edhe angazhimet dhe nuk jemi më neve të karikuar në besimin ton, nuk e kemi zemrën plot siç e kemi në ato momente, subhanallah. Kur falim namaz natë gjithë bashkë, kur bëjmë dua, sa shumë i kemi premtuar Allahu xheleshanu dhe lotët na kanë rrjedh. E i kemi thënë, o Zot, do bëj për ty kështu. O Zot, do largohem nga kjo gjë që është e keqe dhe e dëmshme. E pastaj nuk kalon shumë edhe fillojmë kthehemi prapë me një mëkat, me një gjunaf. Atëherë i thot profeti alayhi salatu wassalam, të njëjtën gjë e kishin ndjerë edhe sahabët e profetit alayhi salatu wassalam dhe ishin friksuar se mos janë hipokrit, se ndryshe je diku dhe ndryshe je diku tjetër. Dhe i thot i dërguari i Allahut me buzëqeshje, pasha Allahun, thot, sikur të ishit, thot, kur largoheni prej meje, ashtu siç jeni kur rrini para meje, engjëjt e Allahut do zbrisnin edhe do jepnin selam nëpër rrugë, thot, edhe nëpër qytet, subhanallah. Engjëjt e Allahut do zbrisnin edhe do i jepnin juve selam. Pra kjo është natyra engjëllore, nuk është natyra njerëzore. Walakin sa'atan wa sa'a. Por se ka momente që jemi shumë devotshëm, ka momente që neve bëjmë gjithçka, ka momente që jemi edhe më dobët, se kështu është natyra njerëzore. Përderisa e mira dhe e keqja qarkullojnë, përderisa neve jetojmë në këtë ambient që ka gjërat përzira, përderisa trendi ose përderisa cytjet janë të këqija, patjetër që njeriu do ketë edhe ulje ngritjet e veta. Por se ka orë dhe orë, mos e lër veten të të marrë e keqja, edhe të të çojë tutje, por se mundohu që ta riparosh veten tënde, mundohu që të kthehesh, mundohu ta mbushësh zemrën plot me besim, sepse kjo është njerëzore.